Të gjithë thonë se Pekini tani është një qytet i jetueshëm, po çfarë do thotë kjo? Sot do t'ju flas për jetën e shëndetshme gjatë një dite në Kinë. Ndalesa e parë është një vend me ujë dhe gjelbërim. Destinacioni i sotëm, para kubijore i kanalit të madh në Peking. Më parë mendoja se ushtrimet fizike duhet të bëhen në palestër, por tani gjërat janë ndryshe. Mjediset sportive janë vendosur në park. Parku është palestra më e mirë natyrore. Kjo është fusha sportive kombëtare e energjisë fitnessit e mundësuar nga inteligjenca artificiale. Shikoni, parqet tani janë plot me këtë lloj teknologjie të përparuar. Ndjekja e kalorive në një barë oksigjeni natyror si lënduri apo jo. Pas ushtrimeve, është koha për të pirë një filxhan çaji me kokra koçi. Ajo që ha është e rëndësishme, por siguria për përësve është më e rëndësishme. Si ta talloni nëse ushqimi është i sigurt? Më parë kjo bëhej nëpërmjet kontrollit të pamor, kurse tani mbështetet në teknologji. Transformimi inteligjent i tregjeve bujqësore ofron përgjigje. Peshore elektronike të integruara me internetin, çmime berime si të shfaqura qartë, çdo detaj i përgjigjet të pyetjes se çfarë është në të vërtetë siguria ushqimore. Tani mund të gjurmojmë origjinën e ushqimeve. Thjesht skanoni këtë kod dhe do të zbuloni në smartphone-in tuaj se nga kanë ardhur këto fruta. Sot ishte një ditë e përmbushur dhe e shëndetshme. Në park, inteligjenca artificiale na shoqëroi gjatë ushtrimeve. Në treg, të dhënat na ndihmuan të merrnim vendime të mirë informuara. Transformimi inteligjent i tregjeve bujqësore dhe pajisjet sportive në parqe të përmendur në dy sesionet janë politika madhore, por në realitet ato janë pjesë e jetës shëndetshme në Kinë. Kjo mund të jetë përgjigja konkrete standarde e jetës shëndetshme brenda një dite në Kinë dhe forca e re tërheqëse e jetueshmërisë së këtij qyteti.